أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا لا زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Lavdi qoftë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilin me merit e adhurojmë dhe me merit e lavdrojmë. Iyake na'budu wa iyake nasta'in, vetëm atë e adhurojmë edhe e veçojmë me adhurim asken tjetër, edhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Vllazën musliman, xhamati nderuam. Mbështetja e plot duhet me qenë vetëm te Allahu subhanahu wa ta'ala. Që edhe kur t'jesh i nevojshëm dikuj me ju paraqit për një kërkesë, le t'jetë besimi i yt i lidhur me Allahun. Inshallah Allahu e bën sebeb me ndihmu. Sepse në realitet, po dashti Allahu kryhet puna, po nuk deshi nuk kryhet. Këtu me kuptue një çështje të tillë. Na vetëm prej Allahut kërkojmë. Mandej, bëjmë dua, lutemi Allahut, ja Allah, bëni besimtarët shkaktar, sebeb, që ta kryjmë një obligim. Do më thonë, mbështetja unë prapë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se të robi, të insani me unë mbështet, nga një herë të nimon, kur së të nimon, duesh mu bo armiku i ti. Ose shejtanit shti me ofendue, ose me esha, ose me fol keq, gjibet kundër ti, pse nuk t'u afrue me një kërkes të ndën qfare pate. Ose me bondo një kritik. Prandej, kur thëjmë i jake në abud, vetëm ty të adhurojmë, vetëm Allahun e veçojmë me adhurim. Qka dhe me thonë fjallën adhurim, kretë qka ka urdhnu Allahu me e qunë vend. A është shumë, mos është shumë, Allahu a e ngarkon robin që është shumë e smundet, la ju kellifu Allahu nefsen, illa wus'aha, wala nuk kellifu nefsen, illa wus'aha. Allahu e din robin sa kryen. Na mund më stadim, na e detyrojmë punëtorin me punu 8 orë. Mandedhja 3-4 vullnetare pa pagesë. Edhe duam punëtorin me kenë i robruar që për asë një minut mës tjetë aktiv. Por 8 orë, 10 orë, 12 orë le tjetë aktiv. As makina si jetë ashtu. Edhe nuk e dim a është lodhur, a o bezdisur ajo. Na nuk e dim. Pse? Nuk e kem kryu na. Allahu Gjelle Gjelaluhu e din robin sa duhet me e obligu, edhe e din robin sa është duke mujt, edhe e din robin sa nuk është duke mujt. Edhe nëse paraqitet s'po muj, Allahu e din, apo mund a s'po mund, apo rren, apo s'po rren. Prandej, kur thëjmë i jake në abud, vetëm për Allahun e veçojmë adhurimin, e që është kryrje obligimeve. Para një 2 ditëve, për ndryshe përdje, kishim një tribunë në Prishtinë. Tribunë e madhe ishte, mashallah. Në mesin e tjerave, do t'japim besën gjithë për t'i falë 5 vaktin. E tash, a i quen të gjithë gishtat, a jo, nuk e di, për me u betu në Allah, për 5 vakët namaz,
U duk se numerikisht shumë u qunë duart, inshallah të gjithi jenë betu Allahut për me falë 5 vaktin. Pas tribunës mu afru një djalë i ri, tha na keshtime u betu o diçka të madhe. Thashti, ta mërmendja që tepër ke? A ti ju duk tepër? E tash në mesin e tjerve që ka quaj në ashta durën, unë se këm pa ka quaj në publik durën. Mirë po, a i ka halin, namazi mës mu falë. Kjo hali sot i personit, mës le obligove shumë. Unë s'kam obligu, unë kam këshilu bashkë me ty, po i betohem i Allahut subhanahu wa ta'ala, as një vakt mës më na hup. Që shka mundësi muslimanit me i hup një vakt, një kohë namazit? A ka mundësi muslimanit me i humb një kohë namazit? Vetëm nëse humb vetë dijen, e i ka kalu koha, e humb vetë dijen, e i ka kalu koha. Mundesh me thonë, për nësa i lidhëm, a i mendë së në të lidhë kërkush, vetëm gjilpona. Edhe i lidhëm falesh. Po abdes ku marish, i lidhëm si tjepi dushmanit, pa abdes falesh. E bëjsh një jetë dikund, se një jetë i pranohet takim ma Allahun. Ajo nuk i ka ndodhur kuj, e namazi nuk lihet. Prandej, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam i ka thonë, Muadh ibn Gjebelit, më zgabo me elon një namaz me qëllim pa e fal, ja Muadh, la të truken në salaten me ktubeten mutaammida, me qëllim, s'ka shancë, fa innehu men tereke salaten me ktubeten mutaammida, sepse një namaz, me qëllim kush e len pa e fal, me qëllim, qësh është me qëllim, merdhen do musafir, bon qaje, kafe, muhabet e drek, namazi drekës shkoj. Kjo me qëllim, s'po që është mu fal. Ose i qindis, ose i jacis. Ose qëfar do tjetër, kjo me qëllim, s'po do mu fal. Po e gjon një arsye e cila nuk pranohet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Deri sa i vjermin konop, nëse e ka shpirtin, nuk i pranohet arsyeja për namaz, e i burgosirin në ersir të qelis, aje ky, e i smunti nuk i arsyetohet, atëherë pra, ku arsyetohet ti, këm pas misafira, pëse se erdhe me falë drekën, së në falë, vallahi se vishin e dilshin e shkojshin e sartshin, për e madhe. Ti me Allah si e taku, sepse kush e leni namaz, me qëllim pa e falë, fëkat buri et min hudhimmetullah, prej ati është pezulluar ndihma e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk është ndorë të Zotit. E prej ati që pezullohet ndihma e Allahut, nuk është ndorë të Zotit, vëll e jadhu billah, Allah i në pështof, ndorë të kujtë është insani. Kurse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka urdhëruar bën dua, ka thonë, Rabbi, la të kilni ila nefsi tarfet e ain. O Allah, mos mle mua në përgjërsin time, as për një sekund. Tarfet ain. Tarfet ain, sekonda në këtë pejgamberit, sahatas ka pas, e mërmidit, sahatat e minutat e sekondat. Na ta shpi, që kemi da, që shna i kanë da. Tarfet ain, përsaj qele im shel syt, ne i them shqip. Mos mle ndër teme. Kush je ti, o robi Zotit, Allahu me të lanë ty ndër tënde. Allahi mës në lëshoft nga dora ti kur, ja Rabbi. E vlazen musliman, kjo si hymje që thash, javët e kaluara, kemi pas biseda për shirkun. Unë me radhi këm bët 3 gjëmoja, edhe mas meje një hoxhë cili e ka majt një gjëma, edhe a i ka folë, që mas shirkut për një mëkat të madh. Për sihrin, magjin, sepse është në radha të mëkateve që të futin në xhehenem. Shirku, vllavrasja, sihiri, iftiri, ikja nga fronti, shpifja, prej mëkateve të mëdha për të cilat ka folë pejgamberi alayhi salatu wassalam e thanë, ijtanibu sab'al mubiqat, keni kujdes prej 7 gjunaheve. Keni kujdes.
E na sot po folim pak rezultate nëse i bëjmë robi gjunahat e mëdha. Këtyne ju thojnë në ligjin e shtetit vepra penale. Për vepër penale dënon ligji. Ligji dynjans dënon. Mirë keq, ky ligji dynjans dënon edhe çështa gjëje e butë, edhe çështa gjëje e fortë. Në e gjetë fort dënon më pak, në e gjetë butë e hajsh më shumë. Në paq lek më shumë, më pak dënohesh. Më s'paq hiç, dënohesh e më zvet. Kjo i dynjans. Na me dynjon s'kemi këtë punë, se kemi punë më ahiret, kemi me dalë para një ligjit Allahut, i drejt absolut. Prandej, kush i vjen Allahut, kush shkon të Allahu, me këto mëkate, me këto vepra penale, çka e gjon? Do t'i radhisim disa gjëra, të cilat pak a shumë, e shohim e inshallah Allahu na udhëzon, e ecim rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk i bëjmë asnjë prej aty në 7 mëkateve që ta sjallin xhenemin, por i bëjmë prej 7 sevapeve që ta çelin derën e xhenetit. Ato derës xhenetit i kemi radhit sa herës, që një ditë Allahu xhalla xhelaluhu do t'i fut në xhenet 7 grupe të cilat nuk kanë më pas tjetër ka vetëm që ato Allahu xhalla xhelaluhu ka orientuar umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, udhëheqësin e drejt, musliman me zveti me pas dashuri, muslimani që nuk e las një vakte e bon hizmetin xhami, e një ri që është rritë e zhvillun rrugë të Zotit, e një njeri që ruhet prej zinas, e një njeri që jep zeqat, ose sadak e mshef atë shumë sa që nuk e she, dora shmojnë sa ka dal pi dorës djath, e kështu më radhë të 7 grupët e cilat nuk i kini harrua, inshallah ta'ala dhe i lexoni. E këto 7 mëkatet veprat penale, që në ligjë shtetënor i thënë vepër penale. E para është ajo shirku që folëm 3-4 javët e para. E dyta vllavrasja, për të cilën kemi fol, sa që e dini të gjithë, ju kam thonë që du me fjalë të pejgamberit e jo me të mijat, ai që ka vendos me evra një vlla musliman, le ta prishat njet, le ta boje njet me shku me prish qabën në mund. Se me prish qabën ma pak o gjuna, ma i vogël, se sa me evra një musliman. Lehet mul kabeti, ehvenu inda Allah min irakati demi muslim. Mandej vjen sihiri, prej mëkateve të mëdha, për të cilat është folë sot një javë. Unë përdu me ju sjellur diçka në lidhje me këte, nëse me vepra penale, shkëm të Allahu xhalla xhelaluhu shka në gjonë. Ndëgjone ajetet kuranore prej suret u Taha, ajeti 74, 75 dhe 76. Innehu men yati rabbahu mujrima. Ai që do t'i vi Allahut një ditë si kriminal. Sa ai që vjen me vepra penale, ajo kriminal. Ose me vllavrasje, ose me vetvrasje, ose me vetvarje, tash është shumëzuar në popullatën tonë, vetvarja, vetvrasja. Po mendojnë disa prej shejtanit kur pi mashtron që si ta vare veten ose si ta myte veten, pshtojnë na problemet e dynjos. Problemet e dynjos as një sens jo në vllazën musliman, çfarë janë ato të ahiretit. Allah i na pështoft prej atyne. Rabbena gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kush vjen te Allahu mujriman, si kriminal me vepër penale, fa inna lahu jahannam. Rezultati është në xhenem. Këtu në dynjë kush vjen vepër penale 17-18 vjet, 5-16 vjet burg. Mëstaj ndrohet një qeveri, ndrohet një kryetar, një amnesti 3 vjet. Një parlamentar, një amnesti 2 vjet. Ane kënena, në dynjë shkojnë, ai që e ka bo krimin, pështon në diqysh. I mirë ai që e ka hongër tunë që në dynjë. Ai shkoj, e i gjalli, thuhet zati, kanë thonë në kotë Jugoslavi, se kemi një e këtë fjalë, država, shteti, nuk e jep dë gjallin për të vdekmin. Do më thonë, mënohet me pështu të gjallin,
A i vdekmi ka shku e ka marë fund, gjallit dyqysh t'ja bëjma në këne, nuk ka në gjendje të mirë, o ka në gjendje psikologjike të rënduar, o ka një pijaft pak me raki, o ka në presionin kësi, në presionin ashti, e pagujmë një advokat fort, a në këne në pështesh. Të Allahu kone kem një advokat. Të Allahu kone kem një advokat. Allahu në Kur'an për në thot, jo me lajen fa umal o la benun. Ditë që s'ka avokatur, as prej mallit, as prej evladit, kjo në problemi. Se në dynjo evladi ban tani për tyje. Avokatur ban, mledha në këne, njot mas njot e shkon, mandej vjen puna deri të një loj amnestie. Falje. Innehu man jeti rabbahu mujrima. Ai që do t'i vinje ditën e kiametit Allahut mujrim, kriminel. Fa inna lahu jahannam. Në gjehnem është. La yamutu fiha o la jahja. As ka me dek që të mbarojet vjen një jetë qeter, pas ka me jetu muknaq, për ka me kënë në ndënim. A jeti tjetër pëthët, për ata që bëjnë punë të mira, Allah i në bënë fëtëprej që ty në dydve të punëve të mira. Wa ma jeti hi mu'mina, e kush i vjen Allahut besimtar që ka bënë vepra të mira. Mu'minen kad amilës salihat. Mu'minen, besimtar, kad amilës salihat, ka bënë punë të mira. Mës harroni të gjitha, jo vetëm besimtar. Besimtar që ka bënë punë të mira, besimtar të je besimtar në Allahun, mëse falë namazin. Je besimtar në Allahun, mëse agjero Ramazanin, ose mëse jeb zeqatin, ose mëse shkon haqlek, ose mëse respekto babenon, ose mëse ndihmo të tërkandin, ose mëse respekto këtë tjeret. Ti besimtar nasun për thëmë ty kafir, për qëfar qafiri edhe mundesh me konë ma ndryshe, kur asri punë të rrugës islame se bëjsh. Se besimtarët musliman dallohen prej atyne të cilët nuk kanë iman. Allah i në bëft besimtarët fort. Wa ma jetihi mu'minan, e kush vjen të Allahu besimtar, kad amilës salihat, i ka bon veprat e mira. Prej veprave më të mira që i ka bon është, e ka adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala me 5 vakt. Fa ulaika lahumud darajat. Fa ulaika lahumud darajat. Ata pregatitje për ta, e dërejgjat, el ula, shkallat në alta, shkallat në alta në gjennet. Gjennatu adn, kopshte, gjennete, el adn, adn, në arabishtë dhe më thonë, që kanë me nejtë gjithmonë në to. Se ka njëherë, kur hinsh me një shpit mirë, të do njëherë, një misafir kur shkesh, të shë me konë 3 gjithmonë që tu, pse peshe shumë të mirë. Në dynjo, me konë shme konë shpia mire dynjas, të nxjerrin 4 vetë, ose edhe 2 vetë, ose edhe zhak të nxjerrin prej dynjas, në për lufta zhak të ngrejnë, njët nxjerr zhak për kome, se kur që për i shohim në për televizora. Gjennatu adnin, në gjennat adnin, el iqametu daima, në gjennet gjithmonë ku keni me kenë, inshallah. Të gjri min tahti el enhar, khalidine fiha, që në lumej, zakonisht ku ka kopshtet mira, lumej, kopshtet e mira, hynë në to lumej, po thët, vëdhalike gjezau men të zekka, kjo bëhet shpërblim për ata të cilët e kanë pastrua imanin me veprat mira. E kanë pastrua imanin me veprat mira. Kur ta pastrojsh imanin në zemër, besimin, bindjen, në Allah, edhe e bënsh veprën e mirë, u lidh kjo. E besimin që është, ajo që kena fol javët që ka kalua. Mu ju sjallë dvorit edhe tyrë bësë kolla, o filon baba, unë s'kam nuse, ju djam të ri, ma gjin fatin, i dekti me të gjithë ty fatin. I dekti, ose femna më shku me i bon të ava vorit e tyrbës, o filon falani, më bën 7 zani, më jep një evlat. A jep i dekti evlata? A keni një dhe kundë ordinanca maternitet që po jepshin evlat dektit? Stakfirullah, qështu popli ka që si besimesht mrapshta? Allahu Gjelle Gjelaluhu në shpetoft prej besimeve të kota. Vlazen, Allahu Gjelle Gjelaluhu pëthët, na me këtë dua që pa e bajmë, punët e mira po dojmë i ba, edhe ma si ta bëjmë punën e mirë, Allah i na ka mësu me ju lutë. Ma si ta bëjmë punën e mirë, kur ta falish namazin, a bësh dua mës namazit?
Po ka dua mës namazit. Vete bënsh duan për veti, jo hoxha me të bo ty, vetë bone. Se kur të mësohësh veç me hoxhën, ti të nizdish me thonë, si kur që jena mësue mas me ezinit, veç pengojmë me ezinin, Allahume ente selam, va minke selam, te barek, te jadhel gjelali vel ikram, jem mësue veç me ngue. Kjo shumë keq. 40 vjetë tu falë mas ti, ose 50 vjetë, hajtë ti thuj Allahume ente selam, a i s'po di me thonë. Shumë keq është kur zdish vetë me thonë. Vetë me ju lutë Allahut. Allahume ente selam, va minke selam, vetë me thonë. Jo me prit me zini, tha, e ti, unë i patament që tërka, aje kryti detyren për mu, ja s'kryhen kështu detyret. Vetë thu është Allahume ente selam, va minke selam, te barik te ja dhe l'gjelali vë l'ikram. E Allahu gjelle gjelali u pëdo me në dhonë neve, që vetë jemi në lidhje në lutje, mas je kemi krye një punë, e kemi krye agjerimin e Ramazanit, në Ramazan, iftarin kur ta bëjmë, a bëjmë një dua, namazin kur ta falish, bëjmë dua, një punë të mirë kur ta bëjmë, një pare kur t'japish një fukaras, bën dua në zemër, e vendi qerdhja e duas është zemra, thu është në zemër të ndë, s'pa i leviz buzët, thu është, ja Allah, prano këton që edhash. Allah i ta pranoft. Ibrahimi a.s. Ibrahimi, bashkë me Ismailin, babë e birë, kërë ndërtuën qabën, a unalen mas ndërtimit, ndërtuën me qata gurzit ati zemanit, as qiment s'kan pas, as armatur. E quen gisht, ata muret e qabës. Wa idh yarfa'u Ibrahimu l-qawaida min al-bayti wa Ismail, Rabbena taqabbal minna. Ja Allah, prano këtë punë. O inxhinierave prano. Kur të bëhet një ndërtim, a i paraqitet komisionit inxhinierik. A i paraqitet, po. Nëse inxhinierja, i shefi inxhinierave nuk korruptohet me hangër, për asfaltin që përna i qesin çdo 6 muaj, ajo korruptohen një asfalti keq për bjerë, me rena, çdo 6 muaj të një dimnit ka njerë edhe me kubza asfaltin, me remement, pse në vere ka qitë keq, korruptohet, vith, aje vith, ky vith, unë të vjetë, a i drejti edhe i miri, ja ven në minus, sa tamam, prish në qitë në qetrit. Me ta bon Allahu ty, o robi jem, se ke bon tamam, a ka dhe një punë që se bëjmë tamam? Po, a kemi folë në Ramazan, se si ta bësh agjerimin ti, po, edhe fjalë për gjithë kënd, si nalë prej zullumit, veç kënajt unt edhe etur, se s'ka agjerua. Ose ke hinë në namaz, hiq mend si kita Allahu subhanahu wa ta'ala, mend në dynja. E ti, imami e ka këtë punë, unë kam hyp në autobus, ajt timonin vëllanin e ka, kotë më qoje për shkoj. Ja, aj mundet me të quen të poshtë, dhe duhet me thonë edhe ati, ej, qohu se në plasën kanal. Edhe ati inxhinierit në fund, i thot, hajde ta shapë e në nshkryush, a i vjen e kontrolon. E Allahu i masi e ka kontrolua, Ibrahimi a.s. ka thonë, o i djerfa Ibrahimu l-qawaide min al-bejti o Ismail, Rabbena taqabbal minna, o Zot, prano tash prej neve, inneka ente samiul alim, se ti e dëgjon fjallën ton, alim, edhe e din, a kemi bon, qka duhet më bo, as kemi bon. Allahu Gjelle Gjelalu na mundsoft mi bon ibadetet mirë, edhe shërbimet mirë, edhe punët mirë, ja Rabbi. E në mesnat, kur kalon një qerek i natës, në mesnat, për thot Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, për thot Allahu Gjelle Gjelaluhu me madhnin e ti, që nuk i përngjan as kujt, ati që shitakon zbret në qiellin e dynjas, në gjdo natë. I lartë madhruar, nuk i përngjan as kujt, si pas besimit na të ehlu sunne wal xhamaa që kemi, e është besimi i vërtet dhe i sakt, Allahu zbret në qiellin e dynjas, Allahu të shitakon. Nuk i përngjan as kujt, lejse kemi thli shejun wa huwa as-samiul alim. Dhe thot, men yad'uni fa astajibu lah. Kush me lutet që të i përgjigjëm? Në mesnat, kush të lutet e të i përgjigjëm? O men yes'aluni fa a'tih. E kush më lypën e t'i jap. O men yastaghfiruni fa aghfiru lah. E kush më lyp mja falë mëkatet e t'ja fali. Në këtë kontekst,
Pikrisht për këte, po thot Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, në këtë lutje, la ta'gjezu fi dua, mos nguroni në lutje. Qile gojën o rob, mos nguro, shka kem shel gojën, o rob jam, mos nguro. Allahu po i thot robit, qile gojën, pejgamberin e kam sumë në thonë, o la ta'gjezu fi dua, mos nguroni, lypni Allahut, ja Allah. O la ta'gjezu fi dua, fa innehu la jehliku ma duai ahada, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu me lutje, me dua, mështetur të Allahu, nuk e shkatron, nuk e bon helaq askend. Prandaj në një hadith të cilin ju kom spjegu, ndërshëta para 3-4 java, para një mujit, ja kom theksu këtu, le u areftumullah haqqa ma'rifeti, po ta këshit njohur, ta njofim, ta këshim njofur Allahun si ka hije që shduhet, ta adhurojmë, edhe gjunahat, të nalemi prej gjunahave, sidomos të mdhajeve, Allah i na i falë gabimet, thonë jamin o vlazen, Allah i na i falë gabimet të gjithve, le u areftumullah haqqa ma'rifeti, le zalet biduaikumul gjibalu, do të rafshoshin me lutjet e juja malet, të shitkon të ati nivelit. Allah i na forcoft të gjithve, ja Rabbi. Prandaj Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, në duan e ti që e ka bon, ka thonë kështu, Allahumma rahmetek, ja Rab, po të lypi rahmetin tëndë, mëshiran tënde, argju, fela të kilni, mos më le mua, në vetë vetën time, sa që më shelë sytë. Kine një fjallën populore që thot shqyp, e keqja bëhet sa qele më shelë sytë. A thot që shtë shqyp? E keqja bëhet sa qele më shelë sytë. E pejgamberi po thot alej salatu wassalam, Allahumma rahmetek e argju. Ja Allah, rahmetin tant për e lypi. Fela të kilni ila nefsi tarfet ajn, mës më lejo mua në vetën time sa qele më shelë sytë. Vë aslih li shëni, ma përmirëso halin tem, gjendjen teme. Kulli, krejt, la ilahe illa ant, se s'ka veç zot tjetër që adhurohet me hak e me merit, veç teje, ja Rabbel Alemin. O vllaznit e mi musliman, për fund të kësaj fjales, me numër paka shumë, për i përmendit disa gjëra shkurt, që paka shumë të orientohemi, e para, 5 vakët namazin mëselini. Dëgjoni ju në shkolla që ka jini më zdmonë sebeb, në klasë shkolla me le, pa le, namazin mëselini. Namazin s'lehet. Buka vanohet. Edhe lehet, s'kom hangër sot drek, ha dark. S'kom hangër me ngjesin, ha dreken. Amo a kam lënë sot dreken, nesër kam me falë, një prej firmashve të vendit tonë, firmashve që ka firmë dvetër, i ka e 5-6 punëtora, 7-8, nuk i di sa, po më tregon punëtori ti, mu po më tregon. Po më thot, kur kemi dasht me ardhë me falë gjumon, na ka thonë, hajt, se vjen gjumaja qetër, punoni, vjen qetra. Qetra vjen, po kjo gjumo shkoj më, kjo s'vjen. E dita, koha i folë njerit edhe i thot, o robi Zotit, unë jam koha jote, dita jote, sot nëse nuk më shfrytëzoj shti mua, kur mos kom me t'u këthyje? A në vjen më dita sotit edhe njerë? Vjen në mot edhe njëherë, po në mot je një vjetë ma i vjetër, edhe kjo ditë mos t'u këthyje, o këthyja jo dita e vitit ardhshëm, 2012. Allah i na i falë, inshallahu ta'ala. Pra, namazin mëselini o vllazën musliman. Edhe dyta, mëse hiqni prej gojes fjallën tesbih, estakfirullah, la ilaha illallah, ve la hawla ve la quwwata illa billah. 2. E treta, sa të mundni, largohuni prej mëkateve. Allahi mua dhe juve, kretve në largoft prej mëkateve. E 4. Mbështetje mos u mbështetni nas kont se kret kena me vdek, mbështetje absolute vetëm te Allahu subhanahu wa taala. E 5. Pastrone besimin dhe bindjet në zemrat e juja. Edhe e 6. Punoni punët sinqerisht për Allah, punoni punët sinqerisht për Allah, në përputhshmëni
me parimet e Kur'anit dhe të fjalës Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahi na i fal gabimet inshallah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni prej shpirtit astaghfirullah, bëni dua për veti, për prindët, për familjet e juaja. Allah ju udhëzoft këtë ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na udhëzoft edhe neve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në ndonjë njerëz jemi, melek s'jemi, gabime kemi. Se melek, engjuj nuk jemi. Gabime kemi. Por ka gabimet që janë të përmirësuara. Përmirësohet çdo gjë në përjashtim të shirkut që kemi folë 3-4 javët e para. Çdo gjë tjetër përmirësohet. Ka dashur Allahu xhelle xhelaluhu që të na tregoj për sihirbast e Firaunit. Në transmetimet sakta të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po theksohet. Kur ka ardhur urdhni prej Allahut me bë sejdë, Faraoni ka bë vetin Zot. Musa alayhi salatu wassalam në atë kohë që ka pas punë me Faraon e me popullin e tij, me Beni Israil të me popullin e Faraonit, problemi ka qenë i sihirit, shëdini ata sihirbast magjistarët më të mëdhenj të Faraonit aniknina. Ka dalë Firauni me magjistarët e vetë, me pagesat forta, që të mashtroj Musën alayhi salatu wassalam. E pejgamberi Allahut, Allahu e ka quë me një mu'gjize, me një mrekulli, përmes shkopit ti, shtagës, të cilës tash në artistlëkin e kosovarëve, për i thënë, me këngëtare, me kësi artistat televizorave, për i thënë, shkopi magjik, për i thënë. Te Musa nuk ka qenë shkopi magjik, po ka qenë shkop që është shëndruar në gjarpër. E i ka përbi sihirët e popullit Firaunit, sihirbazve. Kur i ka shkatrua të sihir, ka ardhur urdhni i Allahut që ata mu shkatrua, sihirbast e kanë pa Musën alayhi salatu wassalam, që është me Teurat, është në hak. Këtu po du me ju dëshmua juve, se gjunahe kemi në dunja. Gjunahe kemi në dunja, po juve po du me ju dëshmu. Kur njeri ju ka bindje të Allahu subhanahu wa ta'ala, vallahi sinqerisht si të punoje, vallahi sinqerisht si të punoje, i falen krejta gjunahet që i ka bo. Sikur që ju kom të reguar në hadithin kutsi, Allahu po thot, o robi jam, me ardhur mua me gjunahe sa deri te kupolla e qiellit, po shirk s'm ke ba, ortak në adhurim jo, gjunahe ke ba. Kam me t'i shëndrua kret që ato gjunahen se vape. Allah i na i bonft se vape. Qka ka ndodhë me sihirbast e Firaunit? Kure kanë pa që këta janë dalalet në humje, e Musa o pejgamber ka ardhë me hak, qka kanë bo? Kreti kanë bo sejgjë dhe Allahut. Firauni ka plas. Firauni ka menu që aje fitoj. Kure kanë qu kryet sihirbast që kanë pranu Allahun hak, e jo Firaunin, jenë pendue, që në numër, po thot në tefsir, kanë qenë 70 sihirbast magjistar, kure kanë qu kokën prej sejdës, e kanë pa gjennetin që ka pregatit Zoti për ta, pasi që kanë bo tobe istikfar, i kanë bo sejdë dhe Allahut, Allahu ka bo gjennetin për ta. Po thëm ja Rabbi, ta shun po këthehem në vetë vete, ta shpresë të japi vetit shpresë edhe juve. O vlaznit e mi, rujuni shirkut, që ato që spjeguam që sa javë, shirkut, ortak Allahu s'ka, e gjunahe pa gjunahe sun shpëtoj mas kush, Allah i na i falt. Allah i jau ka fal më katin e madh, kur kanë bo tobe istikfar, kur kanë bo sejdë Allahun subhanahu wa ta'ala,
jo ka mundësua me e pa xhenetin. Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe neve na i falë xhenetin, insha Allahu ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ne kemi sot një kërkesë, një urdhëres prej Bashkisë Islame. Urdhëroheni që këtë të premte, për sot e kemi fjalën 25/2011, në namazin e xumas të shtroni në sejaden për të buar ndihma të holla për xhamin e fshatit Kobaj. Ju njoftojmë se xhamia e fshatit Kobaj nuk ka pasur as minare, as shadërvan për marrje të abdesit. Xhamati i fshatit kanë marrë një iniciativë për ndërtimin e këtyre gjërave dhe kanë tubuar nga fshati. Punimet rreth ndërtimit të minares kanë filluar më herët dhe tash minarja ka marrë formë, por nevojë kanë edhe për disa ndihma tonat, pra këtu është të theksuar edhe disa mira euro për ndërtimin e shadërvanit të abdesit dhe nevojës saj, inshallah taala. Prandaj kërkojmë na prej juve këtë aksion, sa kush sa mundet me ndihmue këtë vend. Allahu na boft nasib kret me ndihmue ya Rabbi. Vllaznit e mi musliman, inshallah Allahu Gjelle Gjelalu në i fal gabimet. E saj përket saj që e lexova në fund ndihmës, kush këtu i len, kush poshtë personeli rritë dera e zyres, inshallah edhe na jemi kontribu sa mundim në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah i na i pranoft të gjitha lutjet tona. Allah i na i fal të gjitha gabimet tona. Allah i na ktheft në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vallahi o vllaznit e mi, këto deshtat ju tham se gjithkund tash kohëve të fundit e kam përmend edhe këtu ta përmendi. Muslimani, edhe unë edhe ti, nuk po të veçoj ty vetëm, edhe unë edhe ti, njëjtë. Po rrim në një vëmendje, në një koncentrim, a tho kush po më thirr në telefon. Po i vrej xhamat këtu zhurmë, po ban dikush, e kemi ban nderat jenale, e zbane në xhami, dikush po ka qef, mos t'i hup edhe që ajo gjysore që ka ardhur në xhumë këtu, pa e thirr dikush ta kqyre, kush e thirri çka më shkrujti bile dhe një ka bova ki kalon xhumon, ma më rëndësi ai çka ka thirr se që ka ardhur në xhumë. Kujdesuni o vllaznit e mi. Kur t'hini në xhami, zinja frymën atij, trek mbyllne. Lidhnu me Allahun subhanahu wa taala. Po me bon vaki keni harru, atëherë nëse banë, mës në i prishni kretve namazin për shtjet dorën xhep, aja qelish, aja mshelish, aja zaja frymën, kryesore nuk prishet namazit pse e zonsh frymën celularit. Etash, këto po du më ju thonë, na për dynjallëk, kretë sendet i kemi hap, jo 2 vesh, 4 po munohëm me bon, ka po vjen, ku po vjen, biznesi, ndihma, shka po bonët. Pse, ardhe një mesazh. Tot me qelë, çka tha? E çka tha? A kryt namazin dalim pim ka i kafe? Punë e madhe, shka pas ka thonë. Ose po të takoj, ose po të duo, ose s'po të duo, ose mës më janë shpi se s'du me të pa, ose ija se më nëzi po të pres, ose kretë belat shka në dynja. Aty për aty, para 10 vjetëve celulari s'ka qenë në Kosovë. E para lufte ma se kemi ni. Mirë. Për një mesazh ti kretë familjen për e bënsh të lovi. Ej, bap, mesazh, djal, mesazh, nuse, reja, vajza, motra, një mesazh, punë e madhe, shka kolakona i mesazh. O djem, o gjemat, o vllaznit e mi, a keni një mesazh prej Allahut që ka ardhë prej mbishtatin qiell? Një mesazh i cili ka ardhë, fjalët e parat këtij mesazhit janë Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo në emrin të atij që të ka kriju. Lexo në emrin të Allahut. Atë mesazh a hiç s'do me pa? Qele atë mesazh, po unë nuk e di atë mesazh sa është arabisht. Po t'ja se anglisht se ke di çka është ty. Në celular ja anglisht, ja gjermanisht, ja turqisht, ja arabisht, ja spanjollisht, ja kudin rusisht. Atë mesazh e ke mësua qysh me e qelë. Mëso dhe mesazhin e Allahut Kur'anin qysh me e qelë. Allah i të zoft ty dhe mu, inshallahu ta'ala. Wa sallallahu ala sejidina ve nebina Muhammed. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat, inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.